Përshëndetje, shikues të nderuar të Majtas jo djathtas. Jemi pra bashk këtë hënë. Jemi bashk pas përpjekjes 21 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. 21 blokada me radhë. Ja ka nisë me marrë dhe nati që ma shumë jënë bu tentime, rrëdhëmisht dështime për konstituimin e Kuvendit, se za emisionet të mija në këtë sezon. Mire ka po zëveja u shdasht me i bo seansat njëherë një avë, edhe nashta ishim barazun e qësh, po jo s'mune me më barazu. Se do që tjetë Kuvendi, po mbetet peng, një farë shprese e kom pas me thonë drejt e njave në kalume, që bua diçka se e pash një reagim të këti analistit më të ri. Sa tash më fort e ri, po i ri është, që u konë kec më herët Vikit, Viktor Buzhalës, fantastik, e dha verdiktin. Do më thonë, u doke që ky njeri i din senet o vlla, u doke që në shpinë e ti, është në nshkru marrëveshja për koalicion, edhe janë marrë vesh krejta palet, edhe do ta kemi Albolenën krye parlamentare, kryeministër Albin Kurtin. Ku janë këta dy Viki? Pse be Viki po flet pa lidhje? Qa kjo Viki, që t'ka gjetë? Re mare ordë, mare se, qka me t'bona ta shty që ja huq kështu? Kuna ja përgjithsiti? Nejse, se për një me po më bëni nervoz, jem bëni nervoz pak edhe mas deklarime të Duda Baljes duarën zemër. Merë dhe kesh për një tentim që figurën e jashtëzakonshme të deputetës nderuar bosnjake Duda Balje tentuan ta njollosin me një pazar të pist. Zonja Balje e konfirmoi që ka ndesh me Shqipërës sërish mi amor një vot. Pse more burra kështu more ajnin veti more? Po qësh more deputetin e nderuar me një integritet të jashtëzakonshëm të plot. Kuptim plot, keni desh me mashtru me një pozit, po Duda Balje është kjo. Kjo është Duda Balje o të ndëruar. As nuk shitet, as nuk blehet. Nuk muni më rekshu kap një merë në vesh me një parti, se nuk muni me ble Duda Baljen, s'muni me ble deputet. Nëse një përpjekje, s'ka përpjekje. Dorën zamër, keni takimi rastishëm i Bedris me Albinin, ke në Mitrovis, po mdoket, ku lejt kjo finalja e basketit mes Trepshës dhe Bashkimit, që ke fato bëri shumë buj, si gjithmonë dy kampe, një që e kritikun Bedrin pse ka dojnë foto, po del njerëz jenë takua të qa me botash, me X ka mujtë kë, edhe të tjerë që ironizun, kryun memes, e qka mos tjetër me këtë fotografi, me që thatë, u dok një fotografi interesante, dise u dok sikur krejt ato që zoti Kurti i ka thonë natën e famshme kur i fitoj 42% i kish haru, i kish lanë në hares, dhe doli kjo fotografi, nuk u zbarë shumë qka kam full, po me që thatë, dyqysh zoti Kurti sfundi ka fillu pak me u reformu. Adin, edhe kërkesën që e pat për LDK-n, edhe kjo biseda pak e ngrat, ku po i plet të veshi, zotit Hamza, nuk e kemi ma atë Kurtin e ashper. Madje qatë shumë zbot Kurti, sa që një zëvendës minister Arber Vokrën e shkarkoj për një deklarat. Këta i kanë shojt bejnë vazhdimisht, po Arber Vokri një deklarat, diçka që e pat gjatë javës, që kishtë thonë që beja i kanë zitë të razirat e diçka palidhje, e shkarkun djallin, Donika Gërvala i pa thonë beja o tigër prej letre. Si do qoftë, na faka e Vokrit me u shkarku, po tash këta i shdesh më shkarku krejt, po s'di që e nka bojnë, po sa kjo pjesa ma e rëndësishme, aso zhvillimi ma e rëndësishme i javës. Për mu, si zoti Huti, veprimtar i shumanshëm edhe i gjithëmbarshëm, ngjarja ma e rëndësishme e kësaj jave ka qenë intervista e
lartë madhërisë të tij, çdo detaj bën Kurti në televizionin publik të Republikës së Nderuar të Kosovës, të gazetari Blerim Haxhiaj, një speciale, më speciale se speciale të tjera. Kështu e quajti zoti Blerim intervistën e famshme tashmë, shumë të famshme madje, kështu po e quaj edhe unë dhe ju ftoj që për një 47 sekondësh ose 50 sekondësh, nuk di sa është të gjatë, ta dëgjoni një sekuencë fantastike të kësaj interviste që i thotë të gjitha. Publiku i nderuar dhe mendjen e plot, ju lutem. Nuk dim se shkoni ju në për dyqane për të blerë diçka, por inflacioni ka qenë i tmerrshëm, që ka goditur krejt botën dhe lëre me Kosovën një vend më i pafuqishëm ekonomikisht. Dhe njerëzit kanë nevoja, tani rritet çmimi i energjisë elektrike, ankohen bizneset. Pra jemi në një situatë ku kërkohet një zgjidhje, një zhbllokim, sepse përgjegjësia është e juve që keni fituar zgjedhjet që t'i adresoni këto shqetësime. Pasi dikur keni premtuar që do të ulet çmimet, po tregu është ai që imponon çmimet. Ju keni propozuar një ligj gjatë legislaturës tuaj për të vërë një kufizim, po ai ligj ka përfunduar në gjykatë kushtetuese. Procesi i shumë premtimeve dhe zotimeve, kur kalon në këtë filtrin juridik, pastaj zvarrit plot gjëra, siç është byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Pra për gjitha këto inflacioni në këto Po pra, shikues të nderuar, domethënë Kurti që intervistat një kohë kishte zgjedh me jap mediat e Shqipërisë, tash në televizionin publik të Kosovës i ka zgjedh gazetarët e Shqipërisë me jap intervistat. Po sa kjo pjesë e rëndësishme. Pjesa më e rëndësishme është a e pat çfarë pyetje. Domethënë ky u përgjegjke edhe u arsyetoi për dështimet e Kurtit, më mirë se vet Kurti dhe më mirë se krejt ministrat e tij. Domethënë dikush tha, në shtakon të i lexu përgjigje që ja kanë jap, e i kanë gatruar me pyetje, mund ndodhë dhe kjo, krejt intervista ke e tillë, kontenjer hesapi, edhe nxiti shumë reagime, një që ky reagim pëlqejshëm duket Karagja, pat që tha kryeministra jam të t'i bo pyetjet mira, mos jam të ja hush në sen, api bën veta. Domethënë që shto ke kjo punë, domethënë pse për një orë intervist, zotëria i nderuar Blerim nuk arriti me e sfidu as për një moment vetëm, nuk e kisha marrë me mend. Domethënë pat interpretime shumë, bile një gazetare, një kolege gazetare Jeta Gjara, e quajti me një term një procesi problematik këtë intervistë, pedeni që apo thamë besoj, po pse do që tjetë kjo është RTK-ja, kjo është qeveria Kurti. Amo sa në brema sikletshëm nuk ka me pa një gazetar në një gjendje të tillë përballë një politikani. Do me thonë, o vlla, të vjen me shkumbërnatore me blina i krem, sepse ngojën këta prishen dikur. Nejse, nuk po du me komentu ma shumë, e patë dhe vetë, një minut i flet sa krejt intervista. Zotit Kurti e falenderojmë shumë që më në fund ka nisë përveç TV Kamenicës se do të televizione lokale me full edhe për televizione nacionale ani pse për e të kanë. Edhe besoj që do t'jecë aq sa do t'jecën edhe seansat e bllokuara dhe të kontestuara të kuvendit. E ne sot kemi vendosur hiç me fol për politikën në pjesën e dytë, ball folane, e kënaqja krejt. Në pjesën e dytë do jam me fol për muzikën, unë jam një fan i madh i muzikës, po unë s'du me fol për muzikën, musafiri që vjen flet për muzikën, ajo është këngëtar i mirënjohur, është Naser Berisha në pjesën e dytë, është kënaqësi që do ta kem në emision, ka orë këto ditë në Kosovë sepse jeton në Gjermani, është një këngëtar edhe i mirënjohur edhe i dashur për publikun kosovar, por paraprakisht e kemi një blok publicitar, ndërkohë në shfrytëzoj rastin që sponsorin tim të emisionit, kulminantin, ta falenderoj shumë dhe njëkohësisht të shkojmë me blokun e shkurtër të marketingut për të kthyer vetëm pas pak. Rikthehemi me pjesën e dytë, si që kam parajmëruar në studio me mua është Naser Berisha, këngëtar që e njeni gjithë. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën shkodrën. Vjen mirë që ka ardhur se shumicën e kohës e kalon në Gjermani. Në Kosovë ka ardhur
me një kong 3. Po, Konga e pat një titull me shumë mesazh, konsideroj, e sidomos për një realitet edhe një jetë që zhvillojmë na si shpejt e shpejt, edhe të menu gjithmonë që ka na pret në të ardhmen, titulli ke nëse s'ka bëj jeta është sot. sakt. Po, Tekstin e kishe shkrujt vetë, muzikën vetë, po. a flasim për qëtë projekt, fëdheme, se kemi me full shumë sen, Patjetër. kena me të këthy një histori, Pa tjetër. po të flasim pak për këtë projektin e fundit. Realisht me kalimin e kohës njëri fiton përvoj paka shumë, pastaj ka kohë, kur ta rrini moshë të mesme, ka kohë me menu edhe për të kaluar, po edhe për të ardhmen. Edhe pikrisht kjo ka ndodhur dhe unë do të thotë, sidomos vitin e fundit, fëmijët janë rrit, kanë kryer studimet atje në Gjermani, gati se veç janë pavarësuar plotësisht. Edhe vjen momenti kur më nalesh edhe menon definitivisht edhe natyrisht unë tash çka kam shprehur në tekst nuk do të thotë që unë i kam realizuar gjitha ato, por është një mesazh edhe për rinjin e për jetën përgjithësi që duhet qasti të jetohet momenti, edhe me rëndësi është me kohën i plotësuar në jetën tonë, natyrisht që secili ka qef me pas pasuri shumë të madhe, me pas shumë lekë sene, po janë do gjëra që janë shumë më me vlerë se sa vetë parja. Kur ke emigruar në Gjermani? Në Gjermani kam emigruar në vitin 1993. Do në vitin kur unë kam lind. Pse ke shku? Realisht atër... A ke shku si krejt shqiptar që kanë shku për arsye edhe të një farë atmosfere këtu si pasojë e represionit serbise? Sakt. Unë e kisha krye dikun 3 vite më herët e kisha krye shërbimin ushtarak, edhe ka qenë paka shumë një metodë e Serbisë në atë kohë për me një rinien nga Kosova, sepse u pritke që edhe dikur edhe në Kosovë ka me kërcit lufta, edhe më patë ndërgu një ftesë për më u kthy unë si rezervist me shku në luftë në Kroacie që si farsene, edhe unë e mora atë fartiri, me që atiri këm dalë në Gjermani të motra spari, edhe kam kërkur do të thotë jo azil në atë konceptin klasik, por duldungi thonë që do të thotë të më durojnë derisa të kryhet situatat, sa të përfundon situata në Jugosllavi, në Jugosllavi, në Kosovë. Ajo pastaj u stërgjat, dikur filloi lufta edhe në Kosovë, pastaj dikur më i fitova drejtat, letrat që i thojmë në atje, edhe meta, thuaj se më obligovat mes, pas si kalun veç 7-8 vite, dikur fillon krijon familjen, fëmijët, sene, edhe do të thotë paka shumë është imponuar edhe të rejetje. Kur e ke nisë më marrë me muzikë? Me muzikë ja kom fillu më marrën vitin 1983, mdokët 2-3 që ashtu e kom ble gitarën e parë, së është të thënë me që ja kom nisë me nenë më marrë me muzikë, por gitarën e parë, kër e kom ble si një 3-14 vjeqar, bendin e kom themelu pastaj në vitin 1986, në vitin e 3 mdokët shkollës mesme, edhe me shok të klasës edhe me lullin me një tjetër, kemi themelu bendin premiera në shkollën e mesme, edhe në vitin 1987 e kemi pas inqizimet e para në Radio Gilan, pastaj në Radio Prishtinë, Televizion Prishtinës, kemi qenë top lista në atë kohë, kur është votuar ende me telefon fix. Ka qenë një përvojë e mirë, por fatkeqësisht për shkak situatës neve na u ndërprej do të thotë veprimtaria e jonë si bend në atë kohë do të thotë kemi punu si band premiera, jo si në emën tem personal në Serberisha, në 1992 më s'kishke vend as për muzikë, as nuk kishke publik, as nuk kishke arsye pse me bo muzikë. Në 93, si që thashë edhe ma herë, do të të mërgova në Gjermani, e tek pas përfundimit luftës, do të të pas lirimit Kosovës, u ktheva me gjitha ato tekste kong që i kisha shkruajtur ndërkohë, por edhe në kohën e premierës i mbledhëm dhe i riaranxhum, Tenis Presheva, e bënëm një album, qëllimi nuk ka qenë të bëj karrierë muzikore, por vetëm të mbetet si dokument, sepse dhem shpirt, kur e sheh që e ke mush një fletore me 100 tekste e kong, pa marrë parasysh që krejt nuk janë të mira, definitivisht, por i zgjidh spaku ato 8 apo 10 kong nga ajo arkiv edhe i publikon. Edhe une do të bona albumi nika për Gjermani pa pasën idenë se çka do ndodhë. Në atë kohë do të dim që s'ka pas internet, s'ka pas YouTube, s'ka pas televizion, të kena pas 1-2 se dias vetë sa në konë, ose 3 maksimum në Kosovë. E kur u ktheva pas diku një viti e poshtë që kishte eksplodu albumi i parë, kënga do të doja ish bohit gjithandej, kërkesat maja për koncerte për si farsene, poshtë që nuk është bashkë edhe keq, që pastaj fillova të punoj edhe për albumin e dytë, cilën e publikova 2 vite më vonë. Keme më këthy pak edhe të kitarja e parë,
Po. Se kom dëgju që keni histori interesant me ta, po me qenë se përmend albumin e parë, do të doja është një prej këngëve që është dëgju, po me nej edhe dëgjuhet edhe sot. Dhe më një kam bjetu dikon 3-4 dekadave për i bjen. Sakt. Pse, ku është magjia e këtyre këngëve që mbjetojnë ka gjatë, të e pas parasysh se sot ka këngë sezonale. Sot bëhet një këngë në fillim qershorit, në shtator bjen. A vëdini ka 3 muj fure, si me thonë me mbjetu në 3. 3 pjep shumë ti. 3 në bazë janë shumë, a është për shkak që janë bo shumë artista, është me këtë muzika me një zhanër që gjithsesi është i lidhur me ato që është komerciale, apo thjesht që keni punu ma shumë me këngët e juve. Edhe kur po them që kjo ka bo buj si album edhe si këngë është një shok jam e moj këndrin tonë, këtë këngën tonë. Po. Gjitha nga pak, natyrisht atër ka pasë, ma pak muzicien, ma pak këngëtar, por që ata që ju në kohën do të definitivisht kanë qenë për një me këngëtar, se une po flasë në kohën kur kena një zduhen dhe ka qenë me shirita, do të nuk i ke pasë mundësinë e editimit, e kënën një refren edhe ato ta kopjon, ta qëtë mbrapa, po fune kryet do të se ishdesh me kënue, pa gabim me tonalitet, pa gabim me ritmik, pa huqje tekstit, gjitha do të me një take. Kjo ka lu një rol, puna e dytë është se me të vërtetë në atë kohë asë njoni prej neve muzikantëve, dhe për muzikantëve të vjetër edhe për rock bandeve viteve të dhejta, cilë me të vërtetë kanë bojë një bujt madhe, kanë pas një epokë shumë të bujshme të rockut në Kosovë, shqiptarën përgjithësi. Asë njoni prej neve nuk e ka marrë gitarën edhe më ullë edhe me thonë nësot për shkruj një kongë se janë të mvyt një 3-4 mbrame mi zonë dikon. A për kupton konceptet, do të e ke shkru një kongë që e ke ndje. E ke shkru një kongë, e ke komponu një kongë, veç ato që me të vërtet e ke ndje, ose e ke pas histori personale, ose ke imaginu, ose pa marrë parasysh, por definitivisht kur nuk i minis prej peknisis për bëj një kongë se po du pare me fitu. Veç për bëj një kongë për lo një vepër. E sot është pikrisht e kundër do të s'ka ide se që apo bënë qohet edhe studion më njës, shemull për marrë mës ta banalizoj shumë, por parafërsisht që shtu funksionon kjo puna, edhe në studio e lëshon një bit edhe ta shja thot, hajtë ta këqyri qa po del. E qa po del, ajo primet del, po ta na dhe qysh vjen që ashtu edhe shkon shpejt. Që kjo ma mërmenja që është ajo magjia e këtyne kongëve të vjetra, jo veç kongëve të mija, por meritin ndësh kongë të entes, ndësh minatorin, ndësh edhe Sabri Feyzullahu, dhe cilat dush që asoj periude, Armend Rexhebagiqi, mos i përmeni keq se jesin shumë pa përmend, pastaj je skeq, por definitivisht koha e artë e tyne ka qenë pikrisht për shkak se kongë që janë shkru janë ndje, pastaj janë shkru. Se s'kemi që si artista shumë, se tash janë do me thonë, po ta zonë nëse flasim për rockun, sot ka shumë, ka bendet rockut, po jenë paka shumë të marginalizume, me thonë kushtimisht, nuk është që janë shumë popularizume, për jashtë këtu Gjerikon, Trujën, sa ka qenë kështu si band, dhe më nuk ka bende të rockut mo që dëgjohen shumë Kosovë. Po e thamë, tash janë, mëse bojmë që janë zhduk, po... Unë e sa këm pa, do të jo që muj shumë e për cilë tregun e Kosovës të drejt muzikës këto, se pasi që të jashtë natyrisht mundohem me konë pak në ato aspekt, po jo që jam tash i fascinum edhe dëshysh i fiksum këtë treg, por definitivisht e shoh që bendet e reja që po vinë, mendoj që ata po e shohin si rockun klasik, po e shohin si një gjë e kalume. Të kalume dhe po mundohen me bo një alternativ rock, po e një farë crossover të muzikave zhanreve ndryshme, me heavy metal, me qëto sene, edhe natyrisht që ata e bojnë mas mirë që është e mëshme. Problemi është që nuk ka publik shumë të madhë që e përkrahë dhe që e mbështet, ose që shkon në koncert, ose që bën streaming këngë të tyne, edhe do të krejt jetë në ato fazat e fillimit edhe që aty fillon që aty përfundon, kupton? Definitivisht ka muzikanta shumë të mirë, unë një shumë muzikanta të mirë, po problemi me konë muzikant e mirë, me bo një këngë të mirë, nuk është detyrimisht njona me tjetërën që do të pa tjetër më lidhën. Unë jo muzikant i rrugës dhe tim adin ta cekim para prakisht do të nuk kam shkollë të kryme për muzikë, por për vija melodike për tekste do të bukur që jam moj vetit. Vëde, e qarë që nuk është me pa tjetër duhet kjo shkollimi edhe... Po, shambullin e kam bo Beatlesat shambull për marë që bende më të popularizume në botë me këngë, ma hitet më të mëdha në botë, do të kam fillu e prej muzikantat rrugës kanë qenë, do të nuk kanë qenë asnjë me akademi të kryme sene, me 3 akorde, 4 akorde, po kanë lënë vepra që
i mbjetoj në 75 shekujve tjerë. Vërtet, ja kom pa së fundin një video në rrjetet e tua sociale. Para përgatitjet për spot, se dja ke të këngat do të doja. Jo, Biondine o këna. Ata a më kujton. A më kujton, po. Edhe la shumë përshtypje ajo skena në palestër sportit me drita, që është në një farë mënyre, ajo duke si me qenë dykun natën në një plazh. Sakt, qashtu u kone menume, edhe qashtu e kena menu na si tri kur e mojmë men sputin, po që kam la përshtypje ke angazhimi, se besoj që po transmitohet edhe kjo pamja e sputit, la përshtypje angazhimi ka që i madh, edhe kështu, si me thonë, fizik për me ndërtu krejt që ato ku mërsh e pjesë edhe ti. Po, tjetër. Sa keni pashë si momente në qaso ku, sepse sot krejt buen ma let. Apo den, e shuim që shë realizuan sputet, gjindën forma ndryshme, për sa ka qenë e vështirë mu merë edhe me qëto pjesë, sa ki momentet këtilla ti? Në albumin e pare dytë, gjitha momentet gati se kanë qenë këti loj, natyrisht se e kom nëzirat video, sepse ka qenë diçka jashtë zakonshme. Ideja ka qenë dhe të unë e kisha si koncept, si ide, me dalën unë dikun me një plash. Në plash nuk mëshmi me shku se mas pari shke 10 orë, edhe puna e dytë ishte dhe shke me bajt kejt ekipin që ishmi dikun atë ko 20-30 vetë, me që dikun në Shqipëri, edhe e realizum këto përmes se hala sporteve në atë ko e bëj ke një renovim thellë në salën e Gjilanit edhe drejtori, për pës tash që e kem një tash me bo një spot këtu. Ai pari me shtapo, nuk kom problem me to. Po kada dalun të uhitu, ja spjegu që apo du me bo, edhe ja nisi mu tut, se i thash du me pru kamiona me rar. Do thot me zalë këtu kena me shtru, të ke qajni të dash me bo, një 5-600 qira thash kena mi shkepe, mi kale, i hini bukur tuta, po kure po konceptin që apo du me bo, tha bënë, se ishke atër me të vërtet edhe unë i mu pa ka shumë artin, as kena pas shumë mjete, po gjdo kangu punu me një skenar, me një regji, Art Fabe në atë kohë do të ka marrë kohë 1 javë 10 ditë, veç me para pregaditje, do të në atë kohë s'ka pas krana, drona jëse jo, kemi përmes skeleve, kemi improvizua një lloj helikopteri, lidhëshmi kamerën me një anë, edhe kështu peshojat në anën tjetër, për me balansu kamerën, edhe një djali i ri e silke aty me konop të në kohën, do të mu sjell kamera mbi kokë, me simulu pak a shumë një lloj helikopteri, që ma mirë ke menja se kisha pa shumë videoklipe në të dhetat pe rock bandëve të mëdha botërore që helikopteri ka injizue, në s'kishme helikoptere e zavendësum me qasti seri. S'kena sot. Është interesant, me të vërtet. Vullneti ka qenë shumë i madh, njerëzit nuk e kam pa gjithmonë veç profitin direkt personal, që asaj dite sa para po mjesin fund gjepit, po e kam punu me vullnet, e njëkohësisht natyrisht që edhe unë jam pjesë e saj. Që ke ble gitarën e parë? Gitarën e parë ma ka ble nona, dhe të sa u kona ala gjallë, se baba më ka vdek me 13, nona më ka vdek me 21. Edhe me pensionin e parë, masim vdiq baba, unë isha një varloj futbolisti atje në Gjilan, sa ishke baba gjallë, se baba e ka bo mbirmbajtjen e stadionit Gjilanit. Do të unë jë rrit prej 2 vjetë që 1 vjetë, sa e di që di me hec, një top ma gjujke që atë një stadion, mi mbyll ke dyrt mos me dalë jashtë stadionit, edhe unë gjithë ditën që aty u sillsha. Kum lujt do të për ekipin e Gjilanit në atë kohë deri në moshën 13 vjeçare, pastaj kur më vdiq baba më unë një lloj dëshpërimi personal edhe do të gjithçka çka shifsha në stadion më kujtoj ke kalumën me babën edhe ndërprejta futbollin. Në tash për me gjithë ngushëllim, unë ngojsha muzikë edhe më herët, të jemi sinqert, po jo që isha koncentruar shumë. Edhe nona e pa që po vuj shumë edhe më deshka më lidh dikun, tha pe blejmë një gitarë. Çka po ki qef, thash pe bdu një gitarë. Ma blejti gitarën e parë, pastaj vazhdoj kështu kjo puna jeme. Edhe që aty e fillon krejt karierën. Që aty fillon, po, sakt. Pasaj ke pas momente interesante, më kanë të regu kështu, njerës që të njohin pak më shumë, qësh e kini histori për shembull kur keni performu, që i keni bojt instrumentet 14 katë. Po. Qa ka qenë kjo, dhe më thonë, sepse dënë kogja shumë pasion që me bo një punë kështu që është ka që logistike. Po, në vitin 1986, kër e formu në bendë, thashtë dhe më do këtë 86, apo kënë fillimit 87, nuk kujtohet shumë kohë gjatë. Radio Gjilani, do të të stacioni vetëm zyrtari, asaj kohën shtetëror që e kam pasë, çdo qytet e ka pasë një stacion të vetin, do të ka pasën zyret edhe studiot e veta e ka pasën soliterin e Gjilani që njihet edhe është në katin e 14, do të të ndërtisa ma larë në Gjilani edhe në katin mas në alti, sepse atje i kam pasë vendost edhe antenat, edhe në atërën neve me njëzu në abo një termin,
E lifti aty një ditë punojke, 15 ditë punojke. Po na kur qillum qatë ditë me shku me ngjizu, do të lifti nuk punojke. Po vullneti qatë që madh, ide nuk e keni, mi bajt gjithë ata përforcuvës, gitaret, tupanat. Mi qunë 14 në koma, i veç me zbrit, me hype me zbrit, pa bajt kur gjë, lodhështi. Neve në karana i në konë 4 instrumentista, plus një musafiri kena pas 5, veç i në karana 3 herë se cili prej neve mi bajt, se veç bubnjët në mirëshin do të një herë 5 vetë, se cili me marrë diçka të bike një herë, ta në jo gitarë, jo një përforcus, jo një si varsene. Mundim shumë i madhe tash kur dilsha t'jen alta i thëke ta na e kemi vesh një orë para se mi ja fillu emisioni live, se aty s'kam pas 2 studio, njënë me njëzu, njënë me shku live, po konë veç qaja. E kini tash një orë me knu, ku me knu që unë e mas pare gjysore së nërë dhe në veti me mu shfrym. Të stabilizu vetën. Ka qenë momente shumë interesante, po tash vullneti i trive te kalon gjithë shka. Pastaj mi kam përmend do momente që i ki ku këto dritat e skenës i ke improvizu në një formë krejt kështu të pazakon. Pazakon, po. Këto i kina pasët ato ne i kina thonë tasat e t'lynit e konzervat në mdhaja që blejshmi konzerva në atë ku ka pas tomatën to kastraveca që apo t'june në to, edhe për mi vizlu e kem pas në njës pe i dhondrit tempri i Gjermani, se ka qenë i aluminit dhe të vizlu, se për me reflektu ma shumë, unë i pata i pështjelat atë krejt, ata u të këshu shumë profesional, edhe pata bue një farë mikseri, mix një, ja pata vënu emnin edhe me drita me ndërprers. Që ka u konë karakteristik këtu, që unë s'kisha pare me blenë ndërprersa, e shpijen e re, na vesa e kish me maru vlavi, besa se unë im koni vogël, edhe kum hijet ja kum marrë ndërprersa në përdhoma, keti kum marrë një kum të shkuaq, e për me maru mikserin tem, edhe di që i pata bonja light show bojshmi në atë konën, të konë, e pa imaginushme, prej kohë sodet, rrit e sodet nuk kanë mundësi as me imaginu, nuk o problemi që nuk kanë imaginat, po në qofse në rrit që të kohën e fundit s'kanë mundësi me imaginu. Do të sa puna o bo, sa kabla o dal, sa kabla o konë veç kështu e përsjel, do të ta pa izolume, pa kur gjo ka mujt me të mytë rryma 100 herë, s'ka pas problem kjo punit. Edhe me që ato pa të një bo një 2-3 koncerte i pa të një bo, do të një djale angazhojsh me i kalke një, shuke një, i kalke dy, shuke dy, si farsene kina bu, mbajtësin e mikrofonit, se dia e pas kënë dëgju këto, mbajtësin e mikrofonit që s'kena pas as mbajtës mikrofonit në atë ko, e ku marën, se dia e din këta 3 sodit, për para veceti kam pasën ujën që e majshin një rezervuar në altë të konën, atë kujtot. Edhe e konë një gyp që shkojke deri poshtë për mullshu ujë, do të me pasën rrjedhët madhe. E unë e pa ta prej qatë gypin, e pa ta marë, e pa ta pështjel me qatë në gjitësin, edhe ku mbo mbajtës mikrofonit, do të këto janë pa imaginu me për kohën e sotit. E qësh është sot, kur bën kom sot, që gjithka është tjetër, dhe më qëfar ndjesie ta jep që ato heka që i ke pas atër, edhe sot kur del me një studio e realizon gjithka me shumë letësi. Po, aje ka pas knaqësin e vetë, tash është mundi, dush me menu, dush me konë shumë kreativ në këtë drejtim, a kupton se do të një sen që nuk eksiston, ti dush, e ke pa ndështë të dikon, ose e din që eksiston, po s'dhjas që funksionon aje, për shambull me bo, dhe të dush me konë kreativ, kejt me menu, me imaginu që mund me funksionu. Sot natyrisht i kemi teknologjin, i konkret, unë e kom vetë studion poshtë që ka vlerë në 3-4.000 euro, që i kom investu për me bo kongët e mija, me aranjhu qatë sa muj, sa ka mundësi. Po, knatësia e që aty në ditëve nuk harrohet. A natyrisht sot nuk isha këthuj mapet, një anismi bo që ato se shumë unë i madhë. Nuk jenë papërsëreshme. Papërsëreshme, sa. Që shka shenë raporti me artista po flasë prej publikut në të kalumen? Sepse po i përmen gjitha këto përpikje dhe natyrisht i japin një kuptim tjetër këtë punës që e keni bo. Po që shka në prit kur ju kam po në rrugë? A ka qenë, si me thonë, një farë entuziazmi i njëjtë si tash që është, apo ka qenë ma i ndryshëm, a e një posi VIP, a ju kanë desht, a ju kanë lyp në nshkrime, a ju kanë trajtu ma ndryshëm. Para luftës, po flasë. Në nshkrime s'kanë lyp, definitivisht. E di që në koncertin e dytë, kër e kemi majtë, u konë Kamenic, më thërën, mas që e krytëm koncertin, më thërën, thanë, hajde se po të thirin me dhonë në nshkrime. Unë mas pari asë në nshkrim, s'kisha sysh me dhonë, në nshkrimi e disha në letërëptim që e këmë bo, pa ato e këmë shkujt në Berisha. E tash e disha që artistat e kanë një farë në nshkrimi kështu shumë cool, a vëdin, e ju shku këmë shkarravit, ja 5-6 veti që në konë në rend të pritën, edhe që ajo më ka fascinu në atë kohë, thashën këmë donë në nshkrime. A përndushe kështu gjatë rrugës jo, veç që ka e muaj mene, di që në
janë 89 në falë, mas shërbimit fështaraka. 89 do të di që kur kemi gjiru në televizion e Prishtinës, na e dim që atër ka qenë veç një televizion këtu, e di që i kanë plasu kongën tonë për herë të parë në televizion edhe dhe hinën të anë top liste, votojshin e kështu sene, e di që unë prej Marakit mos nuk po m'njofin, i ku vesh njëjtë atesha, garderobën e njëjtë që shumë konë në televizion, se thashtë ta në m'njofin ma leta. Ato budallakit e të rive të aterit. Edhe vërtet, normal që m'ka njoft, po atër s'ka pasë edhe mundësi as me këqyr tjetër shka, u kom veqërë të këja edhe televizion e Beograd realisht, po se ka këqyr kur kosh ma mërmenja në atë kohë prej shqiptarë. Prej neve ju, fakten. Krahas, si më thonë, punës veprimtaris që e keni pas artistat e asaj kohë, a she entuziazm edhe a she punë që buhet edhe sot të artistat e ri? Po, të punu janë këta, janë të bukon këtë mira, ka, pa i përmen me emna në pedim që ka njerëz dhe talentume dhe po shkruajnë tekste shumë të mira, vija melodike shumë të mira, po bohën hite, talentat e muzikës nuk në ndalen kur. Problemi veç është që shumë pak po jetë, që e folëm më herët, shumë pak po jetë në treg, ose që i mbjeton 1 vit, 2 vit, 3 vit, ose 5 vite një kongë. Për ndryshe kongë mira në të bo shumë, po tana po kalojnë atë monotonin kur pe shofin si pe zgjedhin atë formulën e suksesit, e po jesin tana tanë kohën që atë formula, kupton, do të shumë pak dallojnë pastaj konga e parë, e 15 dhe 30 me njëna tjetrën, duke mendu që veç ajo është formula e suksesit dhe të mbet gjithmonë njëjtën. O edhe une parafërsisht i kum bet zhanrit tim pop rock, në fillim besa ma shumë rock se pop, tana dikur ma shumë pop se rock, i kum betën besnik, por pa dal diçka jashtë konceptet mija, besa kjo konga fundit pak, e kum shtidha një qifteli pak sa më asi. Po ma shumë ka pasën sa me thonë energji verore, do të kësaj kongës, se sa me komercializu deri në atë aspekt, sa mu bazu krejt kongave që atë pjesë qiftelisë. Po, me gjithat e kishë ndrejsh pak, po, himi, po, pa tjetër. E kishë ndrejsh kongën, po, kur jemi të kongët e tua, cilën e veçan? Kështu, edhe, a kështi kështu elemente tjetës personale në për kongë? Se gjithë ka pak, po, pa tjetër. A janë kështu një farë pasyre e ju tja kongët që i ke bu? S'po thamë gjitha, po që atu që janë ma të një ora, letë. Ju mundu, për shembull, përmes kongëve, në momentet kur unë vetë i kam shkruar tekstet, po flas për ato, jo për se ka edhe kongë që i kanë shkruar tekstet të tjerë, vijat melodike, po në momentet kur kongë që i kam shkruar vetë, që kam mundu me shprehje dhe ndoshta ndjeshmërinë teme ose revoltën teme, pa marrë parasysh çfarë kongë ka qenë, ju mundu me shpreh përmes tekstit, natyrisht që kam lidhshmëri. Konga do të doja edhe Biondina më vonë, ose siç e ka emrin zyrtara më kujton, janë letërniftimi im, se pa marrë parasysh sa kongë kam prodhu edhe sa kongë albume kom bo masanej, gjithmonë Musin Aser Berisha më lidhin pikrisht me ato dy kongë. Do të doja ka qenë një pikongëve të para që e kom shkrujtën në kohën kur edhe vetë kam qenë shumë i ri, do të me imagjinatën teme për është dedikim e realizume, pa realizume, këtash mbetet anonim, mbetet fshesi, por definitivisht që i kam lidhën, ka gjana që lidhen me jetën teme. Pastaj kom shfrytzuar bonus, nuk kom edhe si natyrë, jam pak revoltues, kështu në vitin 2003 di që kom boni kong haq kanë rrotsom, se pastaj më patën gjuhën qafe, më patën bojkotue, kanë dashur me vraje, çapo diun plot probleme tjera që më konë, po nuk jam nal. Çka desh me dra? Do që kam bo shumë pare, i ka do që i kom qitë për ta kongën. E ki fjallën për politikës? Po, që është të qka. A ka qenë diçka serioza? Po, serioze ka qenë deri në qatë moment që për shembull më kanë shkrujtën me profile fake natyrisht, se e qelt profile 2 ditë përpara, më kanë shkrujtën që e din se më dhomë flajnë fëmija mi, të të me emën. E ajo konë shumë për mu diçka direkte, shumë personale, edhe natyrisht që nuk po them që jam tremet ku me diçka, po si artist e kia atë lirin me shprej ato që e ndjen, edhe e thu. Ndoshta ka dhe pasoja ma vonë, por dush mi qëndru që asaj. Natyrisht që
nuk jam një mirë, familjes nuk i kam tregu se disha që kanë me bu ma shumë, se kështu mo fyrje, kështu personale direkt, ato as që i kum llogarit, po kur më kanë shkrujtën 2-3 profilet njëjtën kohë, për afërsisht më rana ditës për shembull kur ka dalë kjo këngë, edhe nuk ka ndodhur kjo në vitin 2003 kur e kum plasu këngën. Po ka ndodhur 10 vite më vonë, bile u kon edhe lajm në Klan Kosova, në lajmet qendrore, para menoj sa fellu kon kjo punë. 2013 dikush e ka përdorur që të këngën teme, edhe i kish pas boni montazh videoklipit me fotografit e gjithë politikanëve tonë. Prej Ramushit, Hashim Thaçit, tek gjithë dhe me tjerë. Edhe i kish pas paraqit aty me të vërtet në një farë si një lloj bosa si farsena. Edhe tash njerëzit pa e ditëve që kanë këshir kush peknoi ka këtë këngë Naseri pas ka bu këtë videoklip që unë s'kom lidhje me atë videoklip. Videoklipin tem origjinal e kanë e di që mas 3 ditë mas u plasu, e kanë bojkotu, e kanë bloku, nuk u dalë më kërkon. Është e pranueshme, pse shumë këngëtarë botror do të cenzurohen për shkaqe ndryshme, dikush për shkaq banalitetin gjuhë, dikush për shkaq orientimit tyne politik, edhe kjo këngë u bojkotu, nuk ka kur gjë të keq kësaj, po 10 vite më vonë se njerëzit nuk e kanë ditën kur u plasu kjo këngë. E pastaj unë u desh me dal me një qendrim zyrtar, më thonë që unë edhe më ato tjetër qendroj pas çdo fjalë që kam shkruar atko, mendimin e kompletësisht njëjtë, por nuk jam unë që kam kriju këtë videoklip. Pastaj e kanë zbuluar që këtë videoklip e kanë ngarku dikush prej Zvicrës. Do të thotë unë jetoj në Gjermani, po as prej Kosovës s'është ngarkuar, por as prej Gjermanisë, po në Zvicër edhe kanë ditë me IT se këta e kanë ekspertat e vetë e din ku shkon. E peq atyre tani më kalon qetësi, do të thotë jam. Po, e rëndësishme edhe pse kënga ka mesazhe të fuqishme, sakt. Edhe problemi i një le ta shojmë tok fjalë që përdoret aty, nuk më duket aq problematik, sepse në fundja shprehet pa përshtatshme përdorim gjithë ditën edhe aty më shumë se sa sharje. Jo, s'ka pas sharje, fjala duket ashtu. Fjala duket po, nuk ka sharje, po. Nuk ka sharje. Realisht tematika e tekstit e më shumë besa dhe se sa tematika thjesht ka qenë regjia e videoklipit që paraqet do të thotë një ish luftar tu QK-s i cili jeton me një shator të UNHCR-it, i cili është pa kom, e mu 2 vite, 3 vite pas luftës mu ka do këtë merë, sepse ka pas raste reale, nuk është ajo imagjinate jeme, po reale që kam pas njerëz punë të keq, mu ka dhimbte, mu ka dok që duhet me fol diçka për ta, me shkru diçka për ta. Po. E kupton. Me shumë të drejtë, le të themi. E falem pak për këtë pjesën e këngëve që i ki, po a ke pas këngëtar, qoftë vendur, qoftë ndërkombëtar që e ke pas kështu një farë modeli, veçanërisht po flas për pjesën e rinisë, ose që ke ngu ma shumë prej muzikës? Po, në rini temën me tonë drejtën e kom fillu spari me AC/DC-në, di që albumin e parë ty e kom ngu edhe në atë kojnë a kontri, kom pas do flok gata, e shkonësh me kry gjithë ditën e gatu, të po me AC/DC-në. Edhe sa për Dings gjermanisht ja ta kot. Sa me tregu para 1 vite kesh në koncert të AC/DC-s për herë parë live i parë në Stuttgart, kanë diku 100.000 shikuese dëgjues aty, e plotësova do të thotë atë dëshirën e time rinore që nuk më ka rasti me ndëgju kur live. Edhe i pash sa për lidhshmëri. Për ndryshe ma vonë të nga ku marrë të ku zbut, ku mgue Ceppelinat, ku mgue Deep Purple, Whitesnake, Pink Floydat, po se po Freddie Mercury, do të të me Queen, që të farsenet, që au konë standard në atë kohë, do të të Freddie Mercury e logarisi këngëtarin më të mirë të historisë që e ka pas në herë këtë planet, sa për informat, edhe pse kur si mundu me emitu ato se e di që është i parëqëm, po kështu si këngëtar. E pas ka pas, si me thonë, jo model, po favorit. Favorit, po. Prej muzikës shqip, a ke ngu edhe zhanret të tjera, përveç kësoj që ka një jetë si rock? Pa e tashtim... Po ne shumitin e njerëzve që i pës për muzikë, thonë që dëgjojnë krejt zhanret, ka pak të radhjen ata që jenë të fokusum dikon. Është e vërtet, shumicën e rasteve, natyrisht që ngon qanë zhanër që e bënë, sepse mund shumë pak mu motivu, mu inspiru, që a dush me konë, por tash ma herët në rini, definitivisht që e këm pas ato farë shablonin temë, dhe s'këm dash me ngutje të shka hedhë metal, hard rock që aty o sjellën, por me kalimin e kohë tash është problemi që ka njëherë kur e di që jo që marrë në ashta shumë vesh, po ka njëherë për me qëtësu shpirt në nështë ambësën, Spotify e bëj një playlist, e gjeni playlist, se bëj vetë edhe muzikë klasike, lëshoj kur t'jom makinë dhe u thëj një rrugë gjatë që jom vetë, se
qetëson shpirtnisht. As nuk I nevojë mu menu edhe mu koncentru çka tha me tekst, veç nota edhe kur gjë më shumë. Po, vërtet, po edhe po jo që jam në njës I madh, adin mos dal shumë arrogant, jo që jam në njës I madh I muzikës klasike, Shumica jonë që si jemi muzikanta, faktikisht që kemi njohje për muzikë, po e kini zhanër që të planë ma shumë. Edhe une e kom ma shumë tek roko, edhe tek muzika klasike, edhe tek muzika e vjetër qytetare shqipe. Qëto të trija e ngaj, për shumë, te hip-hopi nuk jam, se nuk është shumë flanë shumë, as të përgjësi këto muzikat komerciale, ky popi që bëhet. E sa I takon muzikës shqiptare që vete, do të në vitet të 70-80, do të si fëmijë, grupin Mak e kom ngue, do të në atë kohë me Hakimisin, e kom pasë, edhe ato pak si idol se ka kënu mirë. Ma vonë të në dhe tenteja, po pak para se mi janisë edhe one me muzikë, do të t'jim koni lirët e minatori, e fistikët, krejt bende, të gjurmët e qapo dion, po. E kom po një bashkëpunim s'fundi që e ke pas me Besiana Shkodrën. Po, ajo më doket vojë shumë e talentume. A ki shpesh, ose a ki kërkesa shpesh për me bo bashkëpunimet të tilla, ose që shishe bashkëpunimet, sepse shohim që shpesh ka bashkëpunimet të tilla dhe në zhanre të tjera. Bashkëpunimi është sen I mirë, do të natyrisht që të s'mosh me bu veç bashkëpunime, po I shkon mirë me thy ka njerë monotoninë e sollës, me dalë me bu bashkëpunime. Unë jam njeri që nuk I kom gratë për mbrapa kërkujt me thonën amon apo bojnë një bashkëpunim atje ako, por kom pas bashkëpunim për shembull prej këtyne pak ma të popularizuar që janë me Kuran Krasniqin e kom pas një këngë. Por Besiana realisht në moshën e vetë shumë të re, më pas shkrujt mund të anasër kom qep me bo një bashkëpunim me ty, po u kone dhe kjo e re, po së kone gachme. Pastaj u tërhjek pak, kjo është bashkëvendase jemja për ndryshe Gjilanit, u tërhjek pak prej muzikës, e kur u këthyja nisim I bo disa video të shkurta për TikTok, për Instagram, që do rrjetet sociale, po së e kemë përqej shumë zoni, sajna I shpjek, I shrrit, edhe muzikalisht I shforcu shumë, edhe une kisha një kongë të gatshme për duet. Edhe pasi që edhe ajo jeton në Gjermani, edhe unë nuk jemi shumë largë, edhe një ditë I shkrujta, thash, Besian, motim ke vetën, thash, a je gatshme tash, thash me bo, thash, se unë po të vesty, edhe pranoj me shumë qef, me shumë dëshirë, uartë unë në studio, e kina njëzu kongën, edhe kina bo një videoklip paksa simpatike, të lete, jo fort shtrejt, edhe pse e kina bo në Gjermani, edhe e kina plasu kongën, konga nuk është e keqë, është e mirë, është një farë ritmi italian me thonë kështu, po jo që ku me ditë ka bota është I ku me ditë sa në e farë buje, por në atë kohë kër e plasum do të të edhe vetë së nërë dhe këtu së kur sot që da shqy marë për kongën e rej, me pas mundësien me promovu edhe në për televizion, në për intervista, atëherë mungoj dhe e shef me njëra në vrenë, në momentin kur se promovon mjaftu shumë ngecë, edhe pse thash ka dëgjushmërie, edhe më të tje. Qka I mungon skenës? Tash s'po flasë kështu nashtavish për muzikën, po skenës artistike në përgjithësi në Kosovë. Qka I mungon si pas perceptimit tënd? S'po di qa me tonën qa I mungon në atë aspektin e përgjithë, veç muzikalisht apo në përgjithësi kështu? Në përgjithësi kështu. Po tash ka... As po den për shkak që ka shumë sene që I mungojnë? Jo, ka shumë sene që I bojnë, po shumë pak ka sene që I bojnë seriosisht, që to problemi, se unë I këm pa dhe këto shoqatat, jo fitim prurse që janë që shpithin në këto me... Pa mirë, sa? Jo, këto OJQ, organizatat që qeveritare. Jo qeveritare, sakt. Këto zakonisht do të këthejmë japet në atë piknisin që thash ma erët na e kena bu me zemrë, ta na e kena këshyrë që apo del, ta mas pare e kanë qëllimin qysh mi nëzirë një fond, dikun qysh mi marrë do pare, ta na e këshyrë me qysh ja bojmë, do të shumë mbrapsht po shkojmë punët, mbrapsht në atë aspektin që nuk e ka si koncept, edhe ta na do të me besu në qatë projektin e vetë, në qatë konceptin e vetë, pastaj me fitu e mjetë për me financu që ato po e bon të kundër të të okej, që to po bëjka një po më ishmi me apliku për me nëzirë një fond
caktuar prej ministrisë apo komunës së sene, e tana e pështjellën dy ja bojmë, i thirrmë ja 4-5 këngëtarë në orkestër, do të thotë më shumë është improvizim sa për më shumë me të ndaj parë në xhep, se di që kanë me më gjujnë qafe, kanë me më kritiku se tek e fundi shumica prej tyre janë edhe kolegë mi, por unë që shtu s'kom pas kur kime në guhe, gjithmonë i kom thonë kanë herë kom mësue, kanë herë s'kom mësu, po sa më rëndësi e tham të vërtetën që sheni, e di që çashtu në shumicën e rasteve funksionon. Detyrimisht nuk është e thonë me që gjithmonë që shtu, por në shumicën e rasteve, edhe pse ka projekte me të vërtet që janë planifikume mirë, janë projektume mirë, edhe s'fundi del edhe si produkti mirë. A mon me në i moment si kleqëm që e ke pos gjatë këtë karierës tënde? Sigurisht që mon me, po a ki diçka kështu që të kujtuhet shpesh, qoftë gjatë nej performansë që ke mujtë me pas në koncerte, qoftë në raport me nej kolegë ose çka do tjetër? Po, raport me kolegë, i kum pasë vetë fakti që do të thotë nuk kam jetu këtu në Kosovë, gjatë xhirimit që kishmi për vitin e ri, për videokaseta në atë kohë alo, bile mas 2000 kena bo edhe videokaseta alo. I kum pas shumë marrëdhënie shumë të mira, as nuk jom prish me ta, po as nuk jom shoshnu ku me ditë sa me ta, për shkak tash kohës që sasi. Sa i përket veçanërisht që e muj me cek është koncerti jam i parë mas luftës që e kum bo me 14 shkurt 2001 ka qenë kur unë kam ftu prej Gjermanisë, ju marrë në koncert në Gjilan, në hallën e sporteve, edhe për herë të parë performova live masi që u plasu albumi, edhe di që në këngën do të doja, publiku e ka knu fun e kryu, unë e kum pas një gitare me veti, e pa ta planifiku më t'i ku me thyat gitare në fund performancës, edhe ajo video ekziston po ashtu në kanalin tem YouTube, po. Edhe është një prej seneve që më kam bet mu, po i kam bet edhe publiku, do të ka hala shumë tristot që më konë atë konë do shta fëmijë që kanë hi pa pare në atë salë sporteve, kur të më takojnë, thënë, unë im konë kur e ke thryti gitarën, do të edhe aty një kalon një farë mbrese, një sen që su bona shtatej në qatë kohë këtu të shqiptarët e në Kosovë, pikërisht në duke i pa koncertet dhe Jimi Hendrixit e që apo diun të e kall gitarën e të i thy gitarët, jo më inspiru edhe vetë me bo një herë që ato. E kum plëcua dëshirë të emet fëminis, edhe e di që ka metë si mbreslancë gjatë gjithë karierës teme, edhe pse ka pasur raste tjera shumë, ndoshta që ka pas sane, ndoshta më interesante, po kjo ka metë ajo që më ka metë në kry. Sot kur quhin ma radhë në Gilan dhe në përgjësi, çka të thujnë publiku? A lypin, se unë kur ju thash këtë në televizion, thash që këtë javë kam Naser Berishen, me njerë më thanë, thuj leta kënon kongën do të doja. Ata lypin shpesh njerës kështu. Po, gjatë rrugës jo, sigurisht. Rrugës jo, performancë, kur e kemi sigurisht që normal që kongës bëmi përsërit në performancë, kur të bëjsh live, po është e pa mundshme do të tonë me knue në live dikun, edhe s'paku 2 herë mos me knue. 2 herë, se besa tretën kur se bëj përveç na i refereni që se te projnë që s'nalen me aplauz të im fund, zakonisht 2 herë e knoj Biondinën, 2 herë e knoj doja, për ndryshe tana i knoj kongët e mia, por t'jemi sinqertë, unë deri para 2 vite nuk kum knu asnjë kongë të ujën kur. Do të kum pas qaq material temin që nuk kom dasht me dal prej sajna. Po me kalimin e kohës e kom pa që jam gabim në atë aspektin se kur e shef edhe Dua Lipa që t'i knën kongët e tjerve, ku e di unë e ketë yjet botërore, pse kush jo mune që s'knoj kongë të huja. Dhe tot para 2 vite kam nis tashti me knu edhe kongë të huja, po zakonisht zhanri tem, jo që dal jashtë asaj. Agron Berisha, Elita 5, Tenteja, që të trip. Po, që në mrena. Po, mrena suazës konceptit muzikës që e bëj edhe vetë. Do të të, se përpara kur knojsha do të veç materialin tem, zakonisht të deshke me marrë edhe një këngëtar ose këngëtare që e plotëson programin, sepse me këngët e mia unë i knojsha 15 këngë, 10-15 këngë mia, tash ti hitet mi njefshin gjithë, po kishin edhe këngë që edhe nuk i kishin dëgjuar, ti jemi sinqert, e kupton, është normale. E natyrshme. Po. Edhe e mërsha një këngëtar shtesë, tash ti do të çat këngëtarin shtesë nuk kam nevojë me marr se piknoj edhe vet, besa edhe unë po kënaqen edhe publiku, edhe pse mos më ngu edhe në versionin tim edhe këngët që i ka kënu më herët. A është problemi kënu këngët e huaja? Jo, unë s'u llogaritu si problem, për tash definitivisht që mbes në atë gëzhojën e zhandrit të muzikës që e bëj edhe vetë, nuk dal tash unë me kënu kong
tallava. Po gjithmonë jesin në qatë suazë për çata, do të thotë Agron Berisha, Aleksandr Gjoka, Tenteja, përafërsisht këtyn edhe ngjyra e zonit pak a shumë përafërta. Po, edhe pse te dorën zemër ki ngjyrën e zonit kogja më të veçantë, po flas paktën në hapësirën e Kosovës, edhe Gjoka ku në Shqipëri që e përmend. Ku e përmend këto, e kishmi të ngjëzuar albumin e parë të Enis Presheva dhe i ngjëzova albumin gjatë miksit, tha Nisen, tha e ki shumë të mirë, tha zoni tha është i veçantë, tha nimi vetë me knu, ti kënon, kjo është Naseri, do të dallimi shumë i madh. Edhe që më paton e nisi e kumë përmenë, besa 2-3 janë për televizion, më paton ta krejta vetë mira e kivesh një sen e kitë keqe, tha shajt ta këshyri ta përmisoj edhe qatë sen, tha vesh t'i shekore dhe i Prishtinës. Në atë aspektin që jashtë Prishtinës o probleme bu karierë të madhe, pa marrë pas jush kongve hiteve, unë e di që është problematike, përveç asajna që vinë nga një familje jo muzikantësh në atë aspektin, se unë e dim që këtu në Prishtinë kanë rrinë njerëzit për shembull se kanë pas me traditë familjare me konë muzikant, ose i kanë pas kushte qaq mirë që prind kanë punuar me do farë në televizione, redakcione, drejtora, menaxhera, çapo diun e kanë pas rrugën shumë më të qeltë. Ai suksesi jam do të thotë çajt sa është, s'po tham as si është i madh, as si është i vogël, ai suksesi jam do të thotë e ka peshën shumë më të madhe kur ta barazojsh prej ku vijune, që she kum ngrit karrierën edhe prej kujt e kum bose. Përveç asaj që ju marr prej një familje jo muzikantësh, do të thotë muzikë kanë dëgjuar dhe baba e krejt tjerë edhe motrën e kum pas një varë këngëtare, shoqata në atë në shoqëri kulturore artistike, po jo detyrimisht me të shkollum këtë drejtim. Pastaj vije nga një qytet që jo fort ka pasën ai farë depërtimit madh të rokut të muzikës në tregun shqiptar. Streti që ka shton në plus kësajna është që unë gjithë karrierën e kam ndërtuar nga Gjermania, që do të thotë kam mungu në treg. Këtë këto e kum boju marrë, kum ngjëzu album, kum bo një videoklip, kum bo promovim, kum shku koncerte, krejt më rana një muj edhe vëdesh më kthy. Tana ke mungua 5-6 muj ose në rastet më të kësia edhe një vjet. Shki lidhen me Gjilanin, se e përmene këto që të ka thonë Presheva, the? Po, sigurisht me vendlindjen gjithmonë bëhet një lidhje veçantë sado që jetan jashtë. Që kite raportin? Une, jo që po du me thonë që jam një lokalist, po e du Gjilanin në atë aspektin që kur as ku mendu do të edhe pse dikur ma voni plotson do të edhe nga ana financiare kisha mujt me lëvizje me ble këtu banesa, shtëpia çapo diun, po s'kum dash kur me dal prej tyt se 26 vite të jetës time kum kaluar që aty do të thotë rinin, fëminin, shoqnin, familjen, gjithçka të lidhur me qytetin e Gjilanit, edhe para 2 viteve e kum bodhen një këngë për Gjilanin, do të thotë himni i Gjilanit është. Edhe me ato dhe kum shpreh se çka ndjej do të thotë për Gjilanin. Jam i lidh shumë kur të vi këtu në Kosovë, shumicën e rasteve kaloj apet në Gjilan do të thotë me shoqni në kafeteri, me muzikanta, me artistë në përgjithësi. Në Prishtinë zakonisht vi kam qef edhe këtu me arë, po kam tana ma shumë angazhime, jo intervista e çdo sen. Gjilani njihet edhe për 2 sene. Ma shumë te. Njihet për këtë derbin e futbollit Drita Gjilani, përgjithësi për një farë pasioni për futbollin edhe pse halon me stadium së bën të rahat. Ti tha që ke lujt për Gilanin. Po, atëro ka qenë me thonë drejtën në konservën a Zvezda, i ka thonë Ylli Kuq, po është dyqysh si paraarse e Gjilanit, po. A je skiftar, a je intelektual? Këto pyetje shpesh ma bojnë edhe mundona gjithmonë m'ja shpjegu njerëzve edhe gjithmonë thonë që për ik përgjigjes nuk është e saktë. Po tam drejtën se masi që jetoj jashtë, gjithmonë i mundona mi përkrah të 2 ekipet. Unë e gëzona për të dyja, që tash e patën derbin kur e lojtën Gjilani Drita. Unë e disha që Drita u bu kampion. Unë e disha që Drita është veç në skenën ndërkombëtare. Kisha qef po të them drejtën me fitu Gjilani, se e kishke mundësien, pasi që Malisheva më do këtë hupi qatë dite, e kishke mundësien me barazu me Poena, dhe thesha bile të dy, po të 2 gilanxhit në dalin jashtë, me tonë drejtën. Për ndryshe, të dëve ju gëzona për nga suksesi tyne, edhe dëshiroj sa më shumë e sa më lartë më rrinë. Edhe një dimenzion tjetër i Gilanit është që njihet pak si një farë vendi i reperave. Ka pas shumë, ka pas këto grupe që Dabëllëzia, e shtatë që e këto zene. Qështë do këtë kjo?
E kam pas një kohë të artë këta, më do këtë dikon 2000-at, 2000-at në konën me të vërtet edhe pa të mrej sukses edhe për shkak që tyne jo vetëm kangve, po edhe stilit jetesës edhe problemeve që i bëjshin mrena qytetit, të koni farë... Edhe jashtë qytetit. Po, edhe jashtë qytetit, të koni farë tripi Amerikan mrena Kosovës, e kupton, edhe i pa të donë, bukur një farë jehon kështu të madhe e repit Gjilanit, po... është pasivizu pak? Jo pasivizu si shumë, se jo pak, po edhe aju double G's kryesorja, se emni tash sot më kujtu, Duda, po aju dal në Angli, edhe natyrisht që tashmo, kur tash është problem prej jashtit me bo qatë karierë, se nuk je aktiv, nuk je në ven, nuk je... Pastaj këto grupe që jënë konë themeluse që ty në dy grupacioneve, do të të paka shumë i janë arë në mosh, tash një mos s'kanë kohë më marë, i kalon këto problemet, këta të rritë nuk e kanë vazhdu në qatë intenzitet, nështë edhe më tej ekzistojnë ato dy grupe, se nuk kam një uri momentale, por nuk e kanë vazhdu në qatë intenzitet që shënë konë ma herët ata. Naser, faleminderit shumë. Nuk e di, a kemi lona i segment pa diskutu të kësaj... Ta është i mërë me diskutu e 3 dit gata, jo s'nalet kërë, por shumicën e rasteve besoj që ne këna plëcuet për çka e kemi bo këta. A kina i mesazh të fundit për publikun? Mesazhi për publikun është pikërisht konga e jam e fundit që do të thotë jo pse po du me reklamu, sepse ajo se ecë ose se ecë nuk ka problemi, po është mesazhi i tekstit është shumë e rëndësishëm me jetu të tashmen. Do të thotë e djeshmen mo nuk muj me ndru, ajo ka ndodhë, ka shku. Nesërmen nuk e dim se çka vjen, prandaj me jetoje sotmen. Se jeta shumë e shkurt me bo gajle për të kalumen që ka bo, edhe me bo gajle për të ardhme që ka do të vjen, e pastaj e hup të sotmen, sepse nuk e jeton më të sotmen, po jeton dy apsina në damas që as njona as tjetra kur gjës një mojnë për sodin. Natyrisht i kësha thonën me mësu sa ma shumë, është primare, do të shkollimi, e që menoj që në Kosovë është pak jo në gjendje të mirë, por jo prej sodit kjo është vazhdyshmëri e këtyne 25 vite, natyrisht edhe rinia pak u dekoncentru pak nga këto rrjetet sociale dhe ajo koha cilën mujnë mu koncentru të rritë sodit është ataj 10 sekundë që historit në Instagram ose në TikTok edhe ma shumë s'kan nerva mu koncentru diqka. është zvoglu përqendrimi maksimalisht? Përqendrimi maksimalisht, që ato kështë të thonë se së në gjojisha fjallën adekuate, faleminderit. Faleminderit edhe prej teje. Ko po shumë dëshirë me ju posë në studio dhe me ndohë gjitha këto muhabete, besoj që do të kemi rast me qenë edhe herë të tjera. Faleminderit për shumë sukses edhe me projektin e ri. Faleminderit për ftesën dhe për vlerësimin. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishte kënaqësi të jemi me Naser Berishën, këngëtarin e mirënjohur. Ne bashkë do shihemi të anën tjetër në orarin e njëjtë në 22:30. Deri atëherë miropafshim.